Përshëndetje të gjithëve, të dashur ndjekëse dhe ndjekëse. Kanali është bërë pak i madh dhe unë nuk mundet si më përpara të kthej përgjigje një nga një, por me këtë rast po gjej momentin, me qenë se jam pushim dhe si që din që të gjithë, unë këtë gjë e bëj për kënaqësi, e bëj si gjë të dytë, të tretë, të katërt, të pestë dhe jo si gjë të parë. Puna ime e parë është mjek. Kam vendosur që t'ju kthej disa përgjigje nëpërmjet këtyre video, pra mesazhet që më vinë t'ju kthej përgjigje dhe të shikojmë se çfarë do dali. Dhe ta shikoni çfarë heq unë me mesazhet tuaja. Bëj shaka. Nuk do përdor emra për arsye privatësie. I pari më shkruan: Doktor, ankthi, a sjell rrezik për zemrën? Jo, këtë pyetje ma bëjnë shumë veta. Ankthi nuk ka vetë rrezik për zemrën. Pacientit me ankth i duket sikur do ketë probleme me zemrën, sikur do vdesi, sikur i mbahet fryma, fillojnë ato rrahjet e shpejta të zemrës, duket sikur zemra fillon re fort, kanë frikë nga vdekja, por vetë zemra nuk e dëmton. Zemra është e aftë i përballoj këto gjëra. Nga ana tjetër, zemrat e sëmura mundet që në një moment stresi të fort psikologjik, për shembull një sherr, ato adrenalinat e larta që çlirohen mundet të shkaktojnë dëmtime në zemrën, në rastin më të keq dhe një infarkt. Është shumë e shpesh nëpër filma një plak apo një moshë e vjetër, domethënë bën sherr me dikë dhe dhimbje të forta këtu në gjoks. Po, ajo është e mundur. Po ataket e panikut janë më të shpeshta në mosha të mëdha. Më falni, në mosha të reja, që janë zemra të shëndetshme. Një tjetër më shkruan: Përshëndetje doktor, kam një shoqe në Gjermani, Berlin, ka vajzën 25 vjeç dhe është me kancer dhe do doja mendimin tënd çfarë mund të bëhet në rastin e saj. FLM, emri është ... Në Messenger, shpresoj ta lexosh, gjendja shumë kritike. Do t'i shkruaj më vonë, nuk është momenti për t'i kthyer një përgjigje. Atëherë, çfarë do sugjeroja në Gjermani është trajtimi shumë i mirë i tumoreve, është trajtimi më i mirë në botë, në Gjermani dhe në Amerikë. Kështu që nëse nuk trajtohet dot një gjë në Gjermani, atëherë më vjen keq, është shumë e vështirë. Por shumë gjëra trajtohen. Një tjetër më shkruan: Përshëndetje, jam nga Kosova, desha me të pi vitaminë D, pi edhe të bëf të mirë. Përshëndetje doktor, jam 55 vjeç, jam me diabet, të fshet, marr ilaçe, po ashtu jam. Më shkon 300 deri 400 kur mas diabetin esëll. Çfarë mund të bëj? Kjo varet nga mjekimi. Që ti merr. Mjekimi nuk është eficient. Kur ti ke sheqerin 300-400 esëll dhe me mjekim, atëherë një dhe vetëm një. Mjekimi është i dëmshëm. Ajo e dyta që mund të bësh ti është kujdesi me ushqimin dhe sigurisht shumë i rëndësishëm dhe aktiviteti fizik të diabetikët. Një tjetër më shkruan: Përshëndetje doktor, po ju ndjek rregullisht e doja një konsult me ju për vajzën time 3 vjeçare. Më vjen shumë keq, nuk merrem fare me fëmijët. Nuk kam lidhje fare. Përshëndetje, më duhet dhe mua video që ke folur për zemrën e atij të moshuarit. Më jep leje ta postoj? Po, mund t'i postoni videot e mia, s'ka probleme. Përshëndetje, më lër një numër telefoni, më vjen keq. Përshëndetje, a mund ta di ku ndodhesh, dëshiroj të bëj kontroll përgjithshëm të zemrës. Nuk bëj nga këto gjëra të tilla sepse punoj në spital. Përshëndetje doktor, jam një djalë 28 vjeçar prej Kosovës, jam me diabet tip 1. Jam biciklist, shkojmë për rrugë të gjata me biciklet gati çdo ditë. Desha me të pyet, a ka efekt të mirë bicikleta në rastin tem me diabet? Orës një përgjigje rreth teje. Absolutisht, aktiviteti fizik në diabet shumë i rëndësishëm. Se është asnjë problem. Aktiviteti fizik pa problem fare. Përshëndetje doktor, jam një djalë 38 vjeç, ka shumë vite që voj nga hipertensioni, zakonisht kam 15-10. Nuk di asnjë shqetësim, jam shtruar në spital, më janë bërë gjitha ekzaminimet, por nuk ndel asgjë.
Më thonë që është hipertension esencial. Po, sigurisht është hipertension esencial me këto vlera dhe më kanë dhënë ilaç Coveram 10, por sërish tensioni ka me këto vlera. Theksoj nuk ndjej asgjë, rrallë herë marrje mend e lehtë. Po, sigurisht marrje mend e lehtë nga tensioni është. A jam i rrezikuar? Po, je i rrezikuar. Ju lutem më ndihmoni nëse ke ndonjë ilaç më të mirë, mbase këtu në Shqipëri nuk kanë arritur të zbuloj. Ilaçet në Shqipëri i kanë zbuluar i dashur, nuk ka. Shqipëria ka mjekësi aktuale. Ajo që është e rëndësishme është që mjekimi është i pamjaftueshëm. Domethënë doza që ti merr apo si e merr, nuk e di, është e pamjaftueshme. Mjekimi që unë sugjeroj, domethënë janë ato që quhen ARB-t. Më i preferuari im është kandezartani. Dhe në varësi të tensionit përshtatet dhe doza. Pra, doza përshtatet në varësi të vlerave. 15 me 10 është esencial, nuk është sekondar me këto vlerë. Dhe 38 vjeç është moshë që fillon tensioni, nuk është se nuk je më 20 vjeç. Përshëndetje doktor, jam 27 vjeç, do doja të shprehim problemin tim dhe mendoj se është interesant dhe për ty për njohurit tuaja. Nëse e mendoni, më thoni po ose jo, të uroj gjithë të mirat. Atëherë një gjë ju lutem shumë, kur më shkruani, mos më shkruani a mundet të pyes për një gjë. Thjesht më çoni pyetjet. Jam i hapur ndaj pyetjeve. Më shkruaj, përshëndetje, më dhëmbin bryllat. Kur kap diçka, atëherë më kam shumë dhimbje, nuk të ndihmoj dot e dashur, më vjen shumë keq me bryllat. Një më çon zemër, faleminderit. Doktor, po kalciumi a ndikon negativisht në mëlçi? Jo. Një tjetër më shkruan, mirëmbrëma, ju ndjekat e live-i, a mund një pyetje për shëndetin? Po, mundesh, ja po ja shkruaj edhe këtu, po. Vazhdoj me një pyetje tjetër, që nga pak e gjatë. Mirëmbrëma doktor, jam në moshën 54 vjet dhe jam rreth 7 vjet që kaloj menopauzë. Kohët e fundit, problem me ritmin e zemrës. Tensioni im është gjithmonë 10/6. E kam pasur gjithashtu kështu, po tani, kur më ngrihet tensioni 12/7 dhe që për mua është shumë, më ulen të rraurat, më ka rritur deri në 47. Dhe kur më ulet tensioni 9/5, në shumë raste më ngrihet pulsi 70. Mund të duket normale, por mua më sjell shumë shqetësim në trup. Kam vajtur te kardiologu këtu në Gjermani dhe më ka thënë se është normale. Nëse do të kishit mundësi në kohë të më shkruani ku drejtohem, a është shqetësuese kjo gjë? Do isha shumë mirënjohëse me një përgjigje të shkurtër, respekt nga një ndjekësja juaj. Atëhere, një e para, nuk është shqetësuese, këto ndryshime janë normale. E dyta, nuk besoj se shqetësimet që ke ti janë të lidhura me këto ndryshime fiziologjike të tensionit dhe të frekuencës së zemrës. Numri 3, ndryshimet hormonale që mund të ketë femrat në këtë moshë mundet të shkaktojnë këto ndryshime në frekuencën e zemrës, në tensionin e zemrës. Kështu që mjeku që do drejtohesha unë, meqense e ke bërë ekzaminim kardiologjik dhe ka dalë shumë mirë, më bëhet qefi, mjeku që drejtohesha unë ishte ginekologu për një terapi hormonale në qoftë të se. Dhe duke qenë se vajti 9 minuta, po mbyllim këtu këtë video dhe do vazhdoj me një video tjetër.